Merrni një gjethe lakre dhe thoni lam të mirë dhimbjes së kokës. Merrni një lakër mesatare dhe hiqni gjethet në sipërfaqen e saj. Merrni disa gjethe në brendësi të lakrës. Lajini mirë dhe shtypeni sa të formohet një pastë. Masën e formuar vendoseni në një nap të pastër. Mbështilleni mirë dhe vendoseni në zonën e kokës që ju dhëmb. Shtriuni dhe përpiquni të qetësoheni. Mbajeni napën derisa grimcat e lakrës të përthahen. Kur gjethet e lakrës të jenë tharë, përgatisni një nap të re dhe vazhdojeni kurën. Shpesh migrena shpërthen si pasojë e disa ushqimeve të konsumuara në 24 orëshin e fundit. Shumë dhimbje të disa njerëzve nxiten pikërisht nga konsumi i ushqimeve të bulmetit, mishit, kafeinës, çokoladës dhe verës të kuqe. Prandaj duhet të tregoheni të kujdesshëm në përzgjedhjen e ushqimeve që ju do të konsumoni gjatë ditës dhe të tregoni vëmendje se çfarë po e shkakton dhimbjen e kokës.